Okej, goca çuna përshëndetje, jemi tek... Dukur ka çanta e gocës time aty, okej. Jemi tek grupi i dytë, grupi i shenjave të tokës, që janë Demi, Virgjeresha dhe Bricjapi. Do bëjmë sot një lexim të shenjave të tokës për vitin 2026, po si që thashtë të videoja më pashme, kjo është një tjetër lloj leximi, është pak më ndryshe. Unë ju them dhe ju rithem gjithmonë nga videot dhe nga dëgjimet e mia të letrave, mbani çfarë ju e ndjeni që ju përshtatet, pjesën tjetër, qofse se jo të gjithë janë të interesuar për të njëjtën gjë, për ju që jeni të interesuar vetëm për shkollën, për mësime, për një punë të re, sigurisht që nuk ka interes se çfarë flas unë për dashurinë. Do të thënë ju mbani atë që ju intereson, prandaj them gjithmonë ose dhe mundohem ta përshtas për të gjitha llojet. Në rregull. Ky lexim është për shenjat e tokës, por edhe për ju të gjithë ju që keni ascendent në shenjat e tokës ose hënën në shenjat e tokës. Po të bëni një llogaritje nëse shkoni në Google dhe bëni llogaritje e ascendentit, do t'ju dali, jepni të dhënat për ditëlindjen tuaj, e gjeni në shumë gjuhë të tjera të botës, se në shqip nuk besoj, por në shumë gjuhë të tjera të botës mund ta gjeni lehtësisht ascendentin tuaj dhe hënën. Fillojmë pa u zgjatur unë me shumë fjalime, një planet edhe një shtëpi për shenjën e Demit. Demi ka hënën, shtëpi në shtëpinë e dytë. Virgjeresha ka Jupiterin, në shtëpinë e parë. Edhe Bricjapi ka Uranin. Në shtëpinë e gjashtë. Okej. Fillojmë me Demin. Kemi hënën në shtëpinë e dytë. Shtëpia e dytë nuk ka nevojë për fjalë, se dalloni edhe këtu parat. Shtëpia e dytë në astrologji është e lidhur, ka kuptimin e të ardhrave që marrim ne nga puna dhe jeta jonë e përditshme, nga të ardhurat që fitojmë ne me aftësitë tona, me ato që dim të bëjmë më mirë. Hëna në shtëpinë e dytë ka edhe kuptimin që ti duhet edhe ta pranosh, ose si ta themi që duhet ta mbrosh atë që ke arritur deri tani. Hëna në shtëpinë e dytë është edhe në pak si ta themi, se shtëpia e dytë është Demi vet, domethënë. Kurse hëna është një shenjë e ujit. Hëna në shtëpinë e dytë nuk është se është tamam në shtëpinë e saj, është gjendet pak si peshku pa ujë në këtë kuptim. Është, le ta themi këtu, kemi ulje ngritje në anën financiare. Duhet keni shumë kujdes ju të shenjës së Demit për të ardhurat, për ekonominë tuaj në vitin 2026, sepse mund të ndodhi që ju nuk jeni të kënaqur me fitimet tuaja, mund të ndodhi që ashtu siç vinë ikin, që parat të kenë gjithmonë diçka për të fshehur, ose këtu kemi të bëjmë edhe me pagesa të padeklaruara, do me thënë vonesa në para, vonesa në marrjen e rrogës, ose në para që i keni dhënë dikujt dhe që kanë vonuar për të marrë, që më në fund do të rikthehen, por që janë vonuar për një kohë shumë të gjatë, po këtu ka të bëjë edhe me një faturë pa paguar për 2 ose 3 vite që do dali pa pritmas në pa. Nuk është ndonjë gjë kaq tmerruse, le ta themi, kaq shqetësuese, po është diçka që ju thej dimave që në vitin 2026 të ardhurat tuaja financiare që vinë nga puna juaj e përditshme, ose puna e bashkëshortit tuaj, e pjesës tjetër, e gjysmës tjetër tuaj, duhet t'i shikoni me kujdes, dhe duhet t'i shikoni me kujdes
fatura apo kontrata të cilat nëse i nënshkruani kontratat e reja duhet shkoni me kujdes gërmat e vogla, sepse këtu mund të ketë diçka që të jetë jo prapa sken, po si ta them diçka me tendencë që mund të dalë më vonë, jo se do jetë shumë dëmtuese, por do dalë më vonë dhe nga fundi i vitit 2026 mund të duhet që të bëni një pagesë që nuk e kishit parashikuar. Kjo është e gjitha. Për sa i përket Virgjëreshës, kemi Jupiterin në shtëpinë e parë. Kjo është shumë e bukur. Shtëpia e parë është dielli, është vetja jote, është unë, është si e paraqet si është brendësia jote, se si ndihesh ti, projektet dhe vetja jote në vend të parë, dhe Jupiteri është planeti i forcës, i fatit, i ndriçon. Në kuptimin Virgjëresha në 2026 ndriçon. Dikush do të vëri re atë sa solar dhe çfarë njeriu jeni ju në brendësinë tuaj, pavarësisht se çfarë tregoni tek njerëzit e tjerë. Do me thënë, ju këtë vit do jeni fati i mirë, ose si ta themi, do përcjelli pozitivitet tek njerëzit e tjerë dhe këtë do silli fatin e mirë tek vetja juaj. Në këtë kuptim, do me thënë, Virgjëresha këtë vit shkëlqen, me fjalë të tjera. Për shenjën e Briciapit, kemi Uranin që në shtëpinë e 6. Tani, Urani është planeti i luftës, po nuk do ta filloj kështu se mos trembeni. Në fakt është planeti i ndryshimeve, e të papritura. Urani lëviz shumë ngadalë, prandaj lëviz njëherë 20 vjet, por kur lëviz bën një veprimtari të tillë që për 20 vite në shenjën ku ai vendoset të ndryshojë gjëra. Do me thënë, Urani në shtëpinë e 6. Shtëpia e 6, po ta shikoni këtu, është puna, ushqimi, jeta e përditshme, mënyra juaj, përditshmëria juaj. Këtu për shenjën e Briciapit vitit 2026 do sjellë një mënyrë të re jetese. Ose ju do zhvendoseni diku, ose ju do largoheni nga ajo punë, sepse 6 është puna e përditshme. Ose ju do largoheni nga ajo punë që po ju stresonte më shumë. Dhe do filloni diçka tjetër e cila ju jep një mënyrë jetese komplet ndryshe, ose këtu kemi të bëjmë me thjesht fakte që ju do filloni një mënyrë jetese, një ushqyerje më të mirë, lëvizni më shumë, dhe një mënyrë jetese që do t'ju ndryshoj edhe mënyrën se si i shihni gjërat, që do të ndryshoj mënyrën tuaj të shëndetit, qoftë shëndetit fizik, qoftë shëndetit mendor, do t'i shihni gjërat më pozitivisht, do t'i shihni gjërat, do me thonë, si ta them, më ndryshe nga që keni bërë 20 vitet e fundit. Problemi vetëm është problem, do ta quaj, jo, nuk është problem, po për çështjat e tokës, sidomos për Briciapin, vështirësia më e madhe qëndron te fakti që ta bëj këtë ndryshim. Briciapi e kupton, apo të gjitha të treja shenjat e tokës e kuptojnë që ka ardhur momenti dhe duhet bërë një gjë dhe duhet bërë një ndryshim. Por, ndërmarrja e këtij ndryshimi për shenjat e tokës nuk është, le të themi, gjëja më e mirë. Ato e mendojnë shumë gjatë, tërhiqen shumë gjatë, prandaj edhe në taro, nëse dalin ato monedat, letrat e monedave që përfaqësojnë shenjat e tokës, unë them gjithmonë që është diçka që do të zgjasë, sepse shenjat e tokës i marrin gjërat shumë shtruar dhe ecin shumë me ritme të ngadalta. Gjithsesi, shikojmë letrat e tjera se çfarë do kemi. Gjithsesi nuk duket që ti diçka negative, domethënë. Shikojmë shenjat e tjera. 2026, po nuk ka asnjë gjë negative dhe pozitive. Çdo gjë mund ta ndryshoni sipas dëshirës tuaj. 2026 për Demin. 2026 për Virgjëreshën. Me që kjo dishi të dilte për Briciapin. 2026. Tani. Për shenjën e Demit. Jo, e bëti. Takimi me një njeri të panjohur do t'i jetë i rëndësishëm, dhe ju e bëti kjo. Ti do jesh duke u kujdesur për veten, të kujdesesh për në një kohë të vështirë. Tashti.
Kjo është ajo që ju thash, hëna në shtëpinë e dytë, që mund të ketë të papritura në çështjen e parave, në çështjet financiare, të financave të ardhura të përditshme. Që kjo është e njëjta gjë me këtë, mund të vijë një kohë e vështirë nuk po them që u bë do të drama. 2026 është vit shumë i gjatë, do të thënë viti është shumë i gjatë për të thënë do ndodhi kjo, por këto letra kanë kuptimin edhe. Ju do keni mundësinë që të keni të ardhra shumë të mira këtë vit. Do me thënë, në mënyrë të papritur do takoni një njeri ose do prezantoheni me dikë i cili do jetë shumë i rëndësishëm për ju në jetë. Ose qoftë nga ana financiare, qoftë nga ana e dashurisë, mund të jetë që takoni dashurinë tuaj këtë vit. Edhe prandaj bëhet fjalë për të ardhura që shtohen sepse jeni dy veta që jetoni së bashku e kështu me radhë. Por mund të bëhet fjalë për anën ekonomike. Ju takoni njeriu i cili do t'ju japi mundësinë që të lidhni një partneritet së bashku, ose që t'ju ofrojë një vend pune që do t'ju duket fantastik, që do keni të ardhura shumë, por që keni kujdes, sepse gjithmonë duhet të tregoheni pak të balancuar. Nëse e shihni që po fitoni shumë, jo domosdoshmërisht është e detyrueshme që edhe të shpenzoni shumë. Fatkeqësisht demi, dashi edhe demi, të dyja këto e kanë këtë problem. Demi është shenja e luksit, dhe këta janë tipi që, domethënë demi, po edhe ascendentja dem, këta janë tipi që sa më shumë të kenë, kur e mendojnë që ok, unë kam mjaftueshëm, tani mund të shpenzoj, dhe ndonjëherë shpenzojnë edhe më tepër se ç'mund ta përballonin. Prandaj kjo është thjesht një kujtesë për të thënë që ky vit është pak i papritur, domethënë ashtu siç vinë me shumicë parat, keni kujdes se mund të dalin edhe gjëra gjatë rrugës që aty shpenzime të mëdha, duhet të kushtoni vëmendje shpenzimeve, sidomos këtë vit që vjen, ju të shenjës së demit. Për virgjëreshën kemi kemi ndryshime në jetën tuaj, por kemi edhe përmbushje të marrëdhënieve të çështjeve materiale, dhe pikërisht është Jupiteri që ju thash që Jupiteri është shenja e bollokut që vjen me jo vetëm me fat, po edhe me të mira financiare, që një çështje materiale të cilën Virgjëresha e ka pasur me pikë të dobët gjithmonë do të përmbushet. Por kemi dhe një ndryshim në jetë. Duke qenë se unë thashte veta e parë, Jupiteri në shtëpinë e parë, tek vetja juaj, mund të bëhet fjalë që këtë vit Virgjëresha të kuptoj dashurinë e vërtetë, ose të kuptoj njeriu që kjo të ndoj të rrit vetëm për ju që jeni single, të ndoj të rrit vetëm nuk është më zgjidhja e dur, dhe të kuptoj që duhet i të bëj një ndryshim. Të shikoj të vendosi atë pikat mbi, sidomos çështje kryesore mbi veten e vetë, të shikoj se çfarë i pëlqen. Por për disa nga ju, të cilët mund të jenë edhe të martuar dhe shikojnë që marrëdhënia ka vite që po stërzgjatet dhe është bërë pak e lodhshme, disa nga ju mund të ketë kuptimin që ka ndryshime jeta, do vendosni veten tuaj në radhë parë dhe do mendoni çfarë është më e mirë për ju, nëse keni ndajtur deri dje me idenë që le të rrim se jemi familje apo diçka e tillë, ta shikoni që tani është, do mendoni se çfarë është më mirë për ju dhe jo për të rësinë si familje. Dhe kjo letra këtu që del si plotësim ose përmbushje të mira materiale, ndoshta ka dhe kuptimin që nga divorci, nga ndarja, të keni dhe ju përfitimin tuaj ekonomik për shembull. Po jo domosdoshmërisht për të gjitha, vetëm për ata që kanë pasur probleme, për ata që janë në rregull, ka ndryshime në jetë, ndryshime të ardhurave, para që vinë më shumë, ana ekonomike, marrëdhënie që është shumë e qartë, domethënë për të dyja palët, domethënë jo domosdoshmërisht do ndahen gjitha Virgjëreshat në këtë kuptim. Megjithatë po i them edhe diçka se harrova ta u them përpara, qoftë se ju dëgjoni shenjën tuaj, dëgjoni edhe ascendentin, ju lutem, që të bëni një farë lidhje me të dyja palët. Të shkojmë tek për vitin 2026. Te Briciapi kemi Prenit e Pen. Po vjen një periudhë prosperiteti dhe bollëku,
dhe një job, punë e re dhe ose karrierë e re. Për Pricjapin doli tamam, sepse edhe Urani, që është planeti i ndryshimit, edhe shtëpia 6, që është shtëpia e punës e jetës së përditshme. Domethënë para puna e ato që bëhet çdo ditë dhe ndryshimi punë e re. Punë e re, e cila do të sjellë të ardhura shumë të mira dhe bollëk. Do të thënë, për Pricjapin vijnë gjëra të reja. Vështirësia, ju thashtë më parë, qëndron te fakti që kjo vonon pak, nuk do vi me njëherë. Për shembull 3 muajt e parë të vitit jo, por qëndron dhe në fakti që Pricjapit i duhet pak kohë sa ta pranoj faktin që ok, këtu nuk kam asnjë gjë për mua, më duhet të bëj hapin e radhës dhe të kërkoj të gjej veten time në këtë kuptim. Ok. Të shikojmë pastaj, nuk e di me si e bëra çfarë me ato. Për dashurinë. Çfarë kemi për dashurinë? Për shenjën e Demit. Ok. Demi ka një kimi të theksuar, ose një tërheqje magnetike, le ta themi, me një person. Dhe ka probleme të mëdha me kontrollin. Tashti, ose këtu bëhet fjalë për një marrëdhënie që është tepër fizike dhe njëra nga palët ju kontrollon në kuptimin që është kthyer si dominancë, që ti je vetëm e imi ose ky është i imi dhe është i kimi diçka që ka mes jush, por jo më shumë se kaq dhe tjetri është bërë shumë abuziv, shumë kërkon shumë vëmendje. Ose këtu bëhet fjalë që Demi thjesht duhet heqi dorë nga gjitha ato problemet e kontrollit që ka, që e kontrollon veten, po nuk do ta bëj. Ta lëri të lirë veten dhe të shikoj për këtë kimin ose për këtë ndjesinë që ka për këtë personin që ka në zemër të gjithë për ju të shenjës së Demit, edhe lëre veten, mos e kontrollo kaq shumë, lëre veten thjesht të lirë, se ndoshta vdel diçka që ju shumë më mirë se që kishit menduar. Shkojmë të Virgjeresha. Ti meriton dashuri. Virgjeresha i ka gjitha me dashuri. Po kjo është shpirti yt binjak. Ju thash, nëse je një virgjeresh beqare ose një virgjeresh që sapo jeni ndar apo po ndalni, ju të vi do gjeni shpirtin tuaj binjak. Rrotullohet, le të themi, çdo gjë rreth vetes tuaj, rreth të qenurit mirë me veten, të bërë gjëra të bukura, shëtitje, të dalë me miq, me shok, dhe dashuria. Dashuria siç nuk e keni jetuar më parë, jo vetëm nga ana fizike, po edhe të bëri të njëjtat gjëra së bashku dhe ta gjeni veten tek pala tjetër. Do me thënë, këtë vit Virgjeresha goditet nga Kopidi. Vjen keq që nuk mund të them dot më shumë për anën e punës, por nuk më ka dalë vetëm që ka bollëk, do me thënë që do të ketë para, por që çështja kryesore, individi në qendër të vëmendjes jeni ju. Për ata të shenjës së Pricjapit, kemi këtë në çfarë do të një çështje pasioni që e keni filluar në mënyrë ndoshta dhe thjesht si një lidhje fizike apo si një tërheqje, kjo mund të kthehet në diçka tjetër, sepse do filloni të njihni njëri tjetrin, të jepni mundësi njëri tjetrit ta shikoni edhe nga një këndvështrim tjetër. Ose ndoshta për disa nga ju të cilët gjërat ishin ftohur, apo ju mendonit që nuk bëhet më, këtu ka një mundësi të dytë, një si ta themi, një ribashkim, një rigjetje të njëri tjetrit, dhe ku zbuloni që këtu ka akoma pasion dhe gjërat nuk janë shuar ashtu siç kishit menduar, dhe t'i jepni njëri tjetrit dhe një mundësi tjetër. Të shenjat të tokës këtë vit, duke qenë se është Marsi, nëse nuk e dini, Marsi është në fillim të vitit, është në Pricjap. Pricjapi është shenjë tokë dhe ndikon edhe tek shenjat e tjera të tokës, që këtë vit të ketë se Marsi është shenjë, përveç shenjës së luftës, është edhe shenja e energjisë, e pasionit, kemi shumë, keni kujdes, matini dhe hapat tuaj, se mund të jeni edhe pak si shumë të flakt, më shumë se ç'duhet të treja shenjat e tokës. Mirë. Do të pyesim tarot. Se çka ka 2026 për Demin.
punë ka temi, shvendosje ka temi, edhe mbretëreshën. Demi, ju tha, ka punë, një punë e cila, si ta themi, ndoshta ju duket që po punoni për një kohë të gjatë në të njëjtën gjë, ju punoni shumë, por fitimet janë të pakta, por kjo është një punë e duruar. Thënë, kjo ka kuptime keni durim, sepse kjo puna juaj e vështirë ka për të paguar ose të kthehet në sukses. Kjo letra ka kuptimin edhe jeni duke pritur për një zhvendosje, për një largim, për një udhëtim ajror, sepse kjo është një udhëtim nga ajri. Për ju të demit që po flas për punën sepse më dolën moneda, për ju të demit që po prisni një letër, një konfirmim, një lajm për një punë që ndodhet larg, për shembull që duhet të bëni një udhëtim për të shkuar diku larg ose për të takuar dikë larg, kjo do të dalë se kjo këtu mbretëresha e kupave është edhe, siç ju thash, një person, një nën e duruar, por që jo vetëm figurë bëmësore, por edhe një figurë nëne që punon, që di të balancoj jetën e saj private me fëmijët dhe jetën në punë. Për ju që jeni të interesuar për çështjet e dashurisë, ndoshta ju duket që jeni në një lidhje me shumë mundësi një lidhje në largësi është kjo, që këtu në mes ka shumë ajër, do me thënë jeni në dy shtete të ndryshme ose në dy qytete të ndryshme, edhe jeni duke menduar që është një punë shumë e lodhshme, shumë e gjatë, por pa sukses. Unë do të them që këtu do ketë një lajm tek i cili ose ju do të shkoni drejt partneres tuaj, ose partnerja do vi tek ju, por që këtu ka një viti 2026 ju bashkohen juve, pavarësisht se ju mendoni që kjo është një punë kolosale derisa të arrijun atje, ju do të shikoni frutat më tepër se që mendoni, se kjo është një gjë që vjen në mënyrë të papritur. Ndoshta kjo është thjesht një zhvendosje nga një shtet në shtetin tjetër, prandaj kemi këtë humbjen e parave që ju thash në fillim. Ju duhet të shpenzoni, blini biletën, të zhvendosen në këtë kuptim dhe prandaj është kjo humbja, do të thënë një goxha para të harxuara, por që këtu ke takimin me këtë personin e zemrës dhe te prerja më doli dhe kjo që është nënta e kupave, që është dëshira për realitet, le ta them kështu, sepse kjo letra ka kuptimin i përmbushur nga dashuria, po ta shikoni ky njeriu ka duart, është dhe kupat i ka plot. Le të themi është i përmbushur në dashuri, ose është i përmbushur bollëk nga ana e shëndetit, nga ana e punës, në aty për të cilën jeni të interesuar, do bëni shpenzime, por do investoni, do me thënë, por edhe do të merrni diçka mbrapsht, do të merrni atë që kërkoni, duhet vetëm të dini që ta mbani këtë, mos duket që okay, unë arrita këto tani edhe ku që më vonë për tutje. Okej, le të shkojmë pas që na thon tarot për Vergjeresh, na thoni diçka për punën, se kam folë vetëm për dashurinë dhe Vergjeresh ato jenë pak kënaqura. Nuk kam që t'i bëj. Vergjeresha ka dy arkana të mëdha, ka gjëra që do vinë këtë vit pa i vendosur Vergjeresha. Thjesht do vinë, nëse ju po kërkoni dashuria, po vjen tek ju edhe në qoftë se ju se kërkoni, në këtë kuptim. Nëse bëhet fjalë që ju po manifestoni diçka, se kjo shenja këtu, arkana e parë, nishi, fillimi, diçka që fillon nga e para, ka të kuptim që jeni të fokusuar tek kreativiteti juaj, jeni të fokusuar tek çka keni në mendje, ta ktheni në realitet, ose si quhet tani, manifestoni diçka, atë qofse keni gjetur personin ideal, këtë e dua dhe këtë dua që kjo të jetoj me mua, ose ky, atëherë ju fokusoheni dhe do t'ja arrini. Qoftë se jeni duke manifestuar punën e ëndrave të tuaja, ju do ta arrini, sepse këtu keni drejtësinë. Drejtësia, që është përsëri një nga arkanat e mëdha, ka atë kuptimin shkak pasojë, si ta themi. Kjo është një, ta themi, të vërteta që dalin jashtë, por edhe zgjidhje, solucione, zgjidhje. Nëse jeni
këtu nëse bëhet fjalë për një divorc, për një çështje ndarje, ky vit mund t'i sjelli një divorc pa shumë debate, pa shumë probleme, do me thënë të dyja palët fitojnë, në kuptimin edhe ju fitoni diçka nga kjo ndarje dhe pala tjetër fiton diçka. Nëse bëhet fjalë për një punë, për shembull, ju do ta fitoni atë, por të jetë një punë që do jetë ajo puna që kishtë menduar hajt mos e punë si gjithë të tjerë, po të jetë një punë që do ketë një fitim, do shta, si ta them, ju plotëson nga ana shpirtërore, por nuk ju jep mjaftueshëm fitim financiar, ose ju plotëson nga ana financiare, por nuk ju kënaq aq shumë si punë. Do me thënë, gjys edhe kështu edhe ashtu, në këtë sens, kurse kjo mbretëresha e shpatave, kjo është një femër e akullt, është një njeri që, si ta them, i pret pak gjërat me shpatë. Nëse bëhet fjalë që jeni ju, do të thënë nëse jeni ju femër, kjo është një njeri që është tërësisht shumë i besuar, shumë i drejtë, por nëse jeni ju, kjo femër mund të bëhet fjalë edhe për faktin që është e letër që ju thotë keni pak kujdes për shëndetin tuaj, për ftohjet, keni pak kujdes më tepër për gjendjen tuaj, qoftë fizike, qoftë edhe nga ana juaj mendore, që mos overthinking, mos rrije ta mendosh një gjë, një situatë kaq shumë, sepse do të bëhen ato që janë nisur për të bërë, do të bëhen. Ajo që është e jotja do vite ty. Okej, se nuk dua të humbas më shumë në fjalë, pastaj sa më shumë thuash aq më të shkon të Priciapi, 3 letra që vjen për Priciapi. 2026, perandori. E cora dhe këtë se... Okej, Priciapi fillon mirë, e fillon me perandorin, që është një lider, një njeri që respektohet, që i planifikon të gjitha gjëra, edhe kjo është tipike Priciapi, që fakt, që i planifikon, që i vendos, ka një rregull, ka një plan për çdo gjë. Del pastaj që është shumë i lumtur dhe feston në pjesën e dytë të vitit, do me thënë vera do shkojnë me festime, me martesa, fejesa, bashkime me njerëz të familjes, mund të ndodhi që të bashkoheni ose të njihni një person që është më i madh se ju në moshë këtë vit, edhe diku nga mezi i vitit, më falni, nga mezi i vitit të bashkoheni, të bëni një si celebrim, të bëni një fejes, ose të tregoni që jeni së bashku, se këtu ka festime, por pastaj në fund këtu kemi dhe prandaj zora dhe këtë prerjen, diku nga fundi i vitit 2026 kemi kullën, jo se kjo është drama e madhe, se tepër duket dramatike në figurë se sa është. Kjo letra ka kuptimin e diçka që merr fund, si ta themi. Mund të jetë një marrëdhënie të cilën ju e keni gëzuar, keni shpresuar që do ishte diçka tjetër, marrëdhënie dashurie, meqense këtu ka dalë kupa, që ta kuptoni që ju keni shpenzuar dhe investuar shumë dhe nuk ja vlen dhe merr fund. Mund të jetë edhe një marrëdhënie pune të cilën do e kuptoni që ndoshta miqt për të cilët mendoni që ishin miqt tuaj nuk janë dhe aq miqt tuaj, dhe në mënyrë të çuditshme mund të humbisni punën ose mund të humbisni para dhe do ta shikoni që çfarë bëhet, jo se u bë drama për Priciapët, mos u shqetësoni, është një fazë që do të kalojë, është një fazë që do t'ju trishtojë, se keni të vështirë, ndryshimi, siç ju thash, do ju duhet ta bëni switch këtë ndryshimi për të vazhduar përpara, sepse pastaj të prerja më ka dalë vdekja, që është shenja që këtu mbaron në fund i këtij kapitulli, nëse jeni në një punë që s'ka çfarë t'ju japi më, kjo mbaron, dhe ju filloni diçka të re, ju do ju duhet të zhvendoseni, do ju duhet të filloni diçka nga e para, ose nëse bëhet fjalë për një dashuri,
Këtu e kuptoni që keni dhënë shumë dhe ky personi tjetër nuk ka dhënë ato të duhur dhe do ju duhet ose çka që vetëm pasion, vetëm diçka momentale dhe do e kuptoni që okay, duhet ta filloj përsëri nga e para, do shkoj në një letër tjetër, jo. Edhe duket që Britsjapi këtë vit diku nga dhjeshta ose dimri fillon diçka nga e para. Do i duhet të filloj nga e para. Them do i duhet sepse kulla është arkane madhe që do të janë gjëra që fati do t'i sjellin në mënyrë të tillë. Jo se këtu do bëhet ndonjë dramë madhe, se unë po flas kështu se me zor marr fry. Por do ndodhi diçka që Britsjapi do ta kuptoj që unë jam i palumtur kështu siç jam dhe më duhet të bëj një ndryshim dhe duhet ta pranoj këtë ndryshimin. E thjesht një shkëputje, një lëvizje, një diçka e re që kuptohet për Britsjapin është fundi botës sepse i duhet të filloj nga e para dhe këtë nuk e pranon dot kaq lehtë, por që për ata do dali shumë më mirë dhe shumë më pozitiv në këtë sens. Mirë. Marrë dhe për letrat këtu. Do në qa pash tjetër vërë? Ok. 2 letra. Për Demi. Demi ka një surprizë. Një surprizë që, si që thash, një punë që nuk është të pret shumë nga ajo, por që do të dalë diçka e papritëm. Ta shikoni ky personi që ka peshkuar diçka që thotë, çfarë është kjo? Në fakt ato janë para. Do me thënë, Demi do i hy diçka e me mendjen që hajtë më se s'ka për të dalë gjë, por do dali shumë mirë nga çfarë mendon. Dhe këtu është kjo letra që thotë, keni kujdes me kontrollin që ju ushtroni tek njerëzit e tjerë, me ndjenjen tuaj të xhelozisë, përpiqeni që ta kontrolloni veten tuaj. Kjo është e gjitha. Duhet thjesht Demi të kontrollojë instiktet e veta dhe të kënaqet me ato që ka. Shenja e Virgjëreshës, 2 letra. Ok. Kjo është një propozim për Virgjëreshën, po ky është edhe një Elemikos ka nevojë për fjalë, është një mashkull, jo armik se nuk kemi në luftë, po le të themi që është një mashkull që është kështu tip një koleg pune, një njeri i fshet që punon mbas krave tuaj në këtë kuptim. Ky është një rival ose një ish, nëse ju jeni femër, një ish ose dikush që ju spionon. Mund të interpretohet të kështu, që në Virgjëresha këtë vit të ketë një mundësi, një propozim nga ishi, një rikthim të ishit dhe do i duket sikur, okay, tani bota po ndryshon dhe unë do t'jap edhe një mundësi tjetër. Unë do ju thoja që, okay, në shumë raste mund të shkoj edhe mirë, por në shumë raste të tjera do ju rikujtoja edhe këtë këtu, këtë Virgjëreshën, këtë Mbretëreshën e Shpatave, që duhet të keni kujdes për shëndetin tuaj fizik dhe mendor. Në radhë të parë të mendoni për veten. Kurse Britsjapi do ketë po ashtu një ishë, ose një kolege pune, një armike. Okay. Britsjapi ka autoriteti, këtu janë autoritetet, janë këto si përmarrjet mëdha, si ta them, jo, institucionet mëdha, por ka edhe armiken që është një grua, një rivale, ose një spiune, ose këtu bëhet fjalë për çështje për institucionale të cilat vonohen, një letër, një dokumentacion që ju vonon që ju lë pezull një kohë të gjatë, ose këtu bëhet fjalë për një person, një femër e cila po tenton të prishi punë, qoftë në një marrëveshje publike, ose në një marrëdhënie pune, ose në një marrëdhënie që ka të bëjë me autoritetet. Është një femër që po punon pas shpinës tuaj. Kështu, për vitin 2026. Tani, të gjitha këto që unë thash, janë thjesht, si t'ja u themi,
jo parashikime, por që ju thjesht t'i keni kujdes se çfarë do si 2026-a. Jo që do vi pa tjetër kjo, por do thot që keni kujdes se mund të jetë edhe kjo dhe ju i dini që do të vi dhe i bëni paraprit. Gjithsesi, në qoftë se nuk e gjetët veten këtu, atëherë do ju këshilloj që të dëgjoni edhe ashendentin. Faleminderit që më ndiqni.